ku qëndrojnë më shumë ti shayatin? Gjinët ku gjinden? Gjinden në ato shtëpia që nuk përmendet Allahu dhul xhelal, në ato shtëpia që ndëgjohet pa ndërprej muzik, fjalë të këqija, me fotografia. Ato këto vende i kanë qef. Ndërsa në atë shtëpi që lexohet Kur'an, në shtëpi që falet namaz, që përmendet Allahu dhul xhelal, shejtani nuk ka vend. Pra kur njeriu hin në shtëpitë e vet dhe thot bismillah, shejtani e merr mbrapa deri te dera. Kur ai thot bismillah, shejtani thot ndalni këtu, nuk ka vend për neve. Në këtë shtëpi nuk ka vend për neve. Po nëse nuk thot bismillah, shejtani ju thot atij në mbrapa, thot hecni se na dol konaku, e gjetëm banesën për sonte, e kalojmë natën. E pastaj kur ulet në sofër, nëse thot bismillah, antarët e familjes në sofër thonë bismillah, shejtani thot tun këtë sofër nuk ka hise për ne. Subhana, nuk ka hise për ne. Nëse nuk thot bismillah, thot urdhoni hani se na dule dhe buka. Subhanallah, kështu është me hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj shejtani largohet për atyre vendeve ku përmendet Allahu dhul xhelal. Dhe në ato vende ku thirret ezani, shejtani ikën lart. E disa ik lart derisa nuk ndihet ezani. Prandaj kur rin shayatin, kur rin e xhinaj në përvendet shkreta ku atje nuk mbrin ezani muhamedi, ku atje nuk lexohet Kur'an se s'ka njerëz, ku atje nuk përmendet Allahu dhul xhelal, që ato vende i gjejnë dhe që atje qëndrojnë pra shejtanët. Por në udhubillah mund të bëhet shtëpia e dikujt si ato shkretinat ku nuk përmendet emri Allahut, dhe ajo bëhet vend ku pushojnë e gjinaja dhe shayatin. Pra duhet të ruhet familja, duhet të ruhen njerëzit për e gjinave, dhe sidomos me fjalën a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pra lusë Allahun të më mbron nga shejtani i mallkuar. Kjo është mburoja e cila e mbron muslimonin nga cmimet, nga vezveset, nga sulmet e gjinave.